Ja çfarë ka ndodhur në javën e fundit në zhvillimet gjeopolitike. Izraeli ka nisur një sulm në shkallë të gjerë drejt Iranit duke sulmuar objekte nukleare, vende ku prodhohen raketa dhe zyrtar të lartë ushtarak si dhe shkencëtar bërthamor. Sulmet u konfirmuan në 6 qytete në Iran, përfshi dhe kryeqytetin Teheran. Irani u kundërpërgjigj me raketa duke sulmuar Tel Avivin dhe Hifan, raportojnë qindra të vdekur. Prej më shumë se një jave, Amerika është përfshirë nga protesta kundër deportimeve të promovuara nga administrata Trump, të cilat filluan disa muaj më parë. E gjitha filloi në Los Angeles dhe u përhap me shpejtësi në New York, Boston, Atlanta, Chicago, Austin, Dallas, San Francisco dhe Philadelphia. Bashkimi Evropian ka propozuar paketën e saj të 18 të sanksioneve që synojnë Rusinë, duke përfshirë uljen e çmimit të naftës nga $60 në $45, ndalimin e transaksioneve me bankat ruse dhe vendeve të treta që ndihmojnë shmangjen e sanksioneve dhe zgjerimin e kufizimeve mbi eksportet dhe firmat e lidhura me ushtrinë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, deklaroi se Rusia mund të jetë e aftë të sulmojë aleancën brenda 5 viteve dhe u bëri thirrje vendeve anëtare të rrisin shpenzimet e mbrojtjes në 5% të prodhimit të brendshëm bruto, duke përfshirë një rritje të ndjeshme të mbrojtjes ajrore, automjeteve të blinduara dhe mbështetjes logjistike. Presidenti serb Aleksandar Vučić vizitoi Ukrainën të mërkurën në atë që shënon vizitën e tij të parë atje. Vizita erdhi në kuadër të pjesëmarrjes në samitin Ukrainë-Europë Juglindore në Odesa. Kjo vizitë e Vučić në samit po interpretohet si ripozicionimi i Serbisë pranë Bashkimit Evropian në lidhje me luftën e Rusisë në Ukrainë.